Para pak qastësh jam informuar për njerëzve kompetent, zyrtarisë së gjykatësi i procedurës paraprake i dhomave të specializuara ka konfirmuar aktakuzën kundër meje. Aktakuza kundër meje dhe bashkëluftëtarëve të mi është çmimi i vogël i radhës që kërkohet të paguajmë për lirinë e vendit dhe popullit tonë. Ashtu, të ndashur qytetar, siç kam premtuar, nuk do të lejoj në asnjë rrethon që para gjyqit të dalë presidenti i Republikës së Kosovës. Prandaj, për të mbrojtur integritetin e presidencës së Republikës së Kosovës, integritetin e shtetit e Kosovës, integritetin dhe dinjitetin e qytetarit të Kosovës, popullit e Kosovës, duke respektuar edhe partneritetin me bashkinë ndërkombëtare, unë sot jap dorëheqjen nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës.